vllai viktimës. Po. Kush e pa i pari për atë që kishte ndodhur? Vetëm zhurëm e bërtisnin brenda. Nuk vadin qikonin brenda, se nuk vinim dot ne s'kishim armë. Ku do vinim me atia? Ai thoshte hadni se do vras gjithë. Hadni të vras gjithë. Unë ku do vijem? Me policia ka armë bas 1 orë. E ka marrë çunin, ta tregoj çunin edhe se kur mori policia. Se unë mira ishte zën. Pra ju e pat autorin Po, që ishte armatosur dhe vazhdonte të kërcënonte. Dhe doli përse nga mbrapa shtëpisë një ditare që qenë makina më tanë ndaj anë në vend tjetër makina. E mori dhe çupun ai iku. Vajza qëndronte këtu? Po tu qëndronte. Këtu. Çfarë? Pavarësisht se kishin vitet fejuar, Po. kishin probleme, Kishte probleme 3 herë, është arrestuar, është futur brenda dhe 3 herë ka dalë. ushtronte dhunë, kërcënonte Po, ai çfarë? vadi në Tiranë para ca muajsh me armë, bjora ishte lodër, ishte kështu e morën futur brenda 1 muaj, mbas 1 muaj e nduan prapë. Ktu ishte me rreth shtëpie, se gjithmonë kërcënonte. Ata nuk u fut brenda, nuk e di se si janë gjëra, po nuk e di. Pse kërcënonte? Çfarë donte nga vajza? Do vish tu tek unë pa mua ti nuk e vend do djetën se ai. Unë do të vras gjithëve, do të bëj kështu. Shantazhe që ka bërë kanë qenë para shikuar këtë do në shantazhe. Ishte një vrasje paramenduar. Ishte po bën kohë kjo punë. Kur e pat situatën atje, Po u vajta brenda, vllai shtria atje, kunata atje. Eri mota. Nuk ka pranuar familja. Dhe ka qenë dhe arrest shtëpie ai zotëria që bëre aktin. Është dënuar dhe herë tjetër për këtë vepër. Po, ka pasur problem. ku ka shpina ai? Afër me këta? Jo, janë lart, janë më lart ata. Është më lart. Lart. Ka pas probleme të tjera ai. Prandaj nuk ka dashur. Në Angli, Nuk e di, nuk jam të përgjigje për të, nuk jam. Nuk e di, mos. Kjo është një ngjarje e rëndë, si ndjeni? Shumë keq. Ta nuk është e lehtë. Do vash të se mori të çupën ai, me ditë. Atëri gocën e ka E marrë me vetë. ka marrë me vetë gocën. sa vjeç është vajza? Nuk e di. Është kam fjalën është adoleshente apo e rritur? Po rritu ata? Ky vet sa vjeç është? Nuk e di. Mos. Po pse jo. Ishte në arrest shtëpie. Ishte në arrest shtëpie ky. Bërë denoncim nga Është bërë nga familja, nga viktima. Vazhdon janë të lutem, të lutem.